Sot jemi mbledhur këtu në ITP Prizren me një qëllim të qartë, të lidhim të rinjt me mundësitë reale të punësimit në sektorin e mikpritjes. Kur Kosova çdo ditë më shumë po destinacion i kërkuar nga turistët, ata të cilët e bojnë dallimin. Diploma në shkollë edhe vendi i punës ekonomik duhet të jenë ndërlidhje të përhershme dhe të pashkëpuqshme. Një uri të dije që i fitojmë në shkolla duhet t'i aplikojmë në shoqëri, përndryshe vlera e tyre mbetet e mangët. Mikpritja është njëra ndër arsyet dhe qëllimet kryesore të cilët duhet t'i ofrojmë turistët në këtë rast. Gastronomia është pasqyrja më e mirë e traditës dhe kulturës tonë. Jemi zemra e ekonomisë të vendit, jemi motori i ekonomisë të vendit. Dhe nga çdo herë gjitha shpresat i kemi tek ta. Edhe mësimdhënësit në arsye fillore duhet t'i japin rëndësi të mirë këshillimit karrierë të nxënësave se çka do t'i pëlqejë pjesër të ardhme. Sado që punojmë mirë, fjala e mirë jehon shumë dhe rinia tregon prosperitetin e tij, tregon perspektivën ku e ka. Të rinjt tonë ta zgjedhin ata që dojnë këtë përfushë dhe dalin një profesionist mirë. Për me qenë një profesionist i suksesshëm, së pari është haku i parë që duhet me ditë me dashur atë profesion. Qanë regjistrimi i konkurruesve, ulëmtimi i tregut të punës dhe identifikimi i vendeve të lira të punës. Sfidat kuptohet kanë qenë të mëdha në fillim sepse çka në hotel, çka turizmi, çka ofrojnë, ku jemi, ku qëndrojmë. Kjo për trit jam i bindur që kush e merr profesionin e gastronomisë ka me pas fitime të mira edhe ka me ecë përpara. Nuk ishte zgjidhja ime e parë, por një rol të rëndësishëm luan edhe familja. Ka pas normale edhe pyetje, siç është edhe paragjykime, por ja dola. Normal që jam dorëzu kur kom kojtë, kom kesh. Secilin mundësi që ju ofrohet, ja ta shohin si një përvojë, si një aftësi për më shumë. Mos të heqin dorë asnjëherë se gjithmonë kanë me mbrihet nuk kanë me dashur. Definitivisht të fokusohemi te disiplina dhe te edukata e punës, që të fitojmë edukatë të punës gjatë qëndrimit në punë. Derisa bizneset nuk vetisohen që fitimin e tyre në ato me ul edhe me dhonë më shumë për të punësuar, sepse që ajo i bjen fitim më afatgjatë.